Ajo letër ishte fshehur mes faqeve të një libri të vjetër, një libër që nëna e saj nuk e kishte prekur prej vitesh. Kur e hapi, duart filluan t'i dridheshin. Mos u marto me të. Zëri i saj u shua në fyt. Ishte dita e dasmës. Fustani i bardh ishte varur pas derës. Të ftuarit po mbërrinin. Muzika kishte filluar. Dhe nëna e saj kishte vdekur prej 3 muajsh. Çfarë dinte ajo që askush tjetër nuk e dinte? Dhe pse kjo letër u shfaq vetëm tani kur gjithçka ishte tepër vonë? Era po frynte lehtë përmes dritares së hapur, duke lëvizur perdet e bardha si fantazma të qeta. Elira qëndronte përballë pasqyrës, duke parë veten me një ndjesi që nuk arrinte ta shpjegonte. Duhej të ishte e lumtur. Ishte dita e saj. Dita që çdo vajzë e imagjinon që kur është e vogël. Fustani perfekt, burri që e do, një fillim i ri. Por brenda saj kishte një peshë të çuditshme. Diçka nuk shkonte. Nuk ishte frikë. Nuk ishte stres. Ishte një ndjesi si paralajmërim. Ajo mori frymë thellë dhe u kthye nga krevati, ku disa libra të vjetër ishin vendosur në një kuti kartoni. Kishin qenë të nënës së saj, që nga vdekja e saj 3 muaj më parë, Elira nuk kishte pasur forcë t'i hapte. Sot për ndonjë arsye i kishte nxjerr. Ndoshta për të ndjerë praninë e saj. Ndoshta për të kërkuar një shenjë. Ajo ul ngadalë dhe mori librin e parë. Një roman i vjetër me kopertinë të zverdhur. Kur e hapi, një cop letër e palosur ra në prehrin e saj. Zemra i rahu fort. Letra nuk dukej e rastësishme. Ishte e shkruar me dorë. Dhe ajo e njihte atë shkrim. Ishte i nënës së saj. Me duar që i dridheshin, Elira e hapi letrën. Fjalët ishin të shkurtra, të drejtë për drejta. Mos u marto me të. Fryma i ngeci. Syti u mbushën me lot, por jo nga dhimbja, nga tronditja. Nuk ka kuptim, pëshpëriti ajo. Nëna e saj kishte qenë gjithmonë e qetë, e mençur, dhe mbi të gjitha e dashur ndaj Arditit. Ajo kur nuk kishte shprehur kundërshtim. Përkundrazi, kur Elira i kishte thënë se do të martohej, nëna e saj kishte buzëqeshur. Kishte qarë nga gëzimi. Apo ishte vetëm një maskë? Elira u ngrit në këmbë, duke ndjerë një ftohtësi që i përshkoi shtyllën kurrizore. A ishte e mundur që nëna e saj të kishte fshehur diçka? A ishte kjo letër shkruar para se të vdiste? Dhe më e rëndësishmja, pse nuk ia dha kurrë? Ajo e ktheu letrën për ta parë më mirë. Në pjesën e pasme kishte një datë, 3 javë para vdekjes së saj. Një ndjesi e rëndë e mbërtheu në kraharor. Kjo nuk ishte një shaka. Kjo nuk ishte një keqkuptim. Kjo ishte një paralajmërim. Dhe ajo nuk e kishte parë deri sot. Një trokitje në derë e bëri të kërcej. Elira, a je gati? Ishte zëri i kushërirës së saj. Ajo nuk u përgjigj me njëherë. Shikimi i saj u kthye nga pasqyra, ku fustani i bardh duke i papritur më i rënd, më i ftohtë, më i huaj. Po vi, tha më në fund, por zëri i saj nuk ishte më i njëjti. Ajo futi letrën në xhep, por mendja e saj nuk mund ta linte të qetë. Kujtime filluan të rishfaqeshin. Momente të vogla që më parë dukeshin të parëndësishme. Si mënyra se si Arditi shmangte pyetjet për të kaluarën e tij. Si telefonata që i mbyllte me njëherë sapo ajo hynte në dhomë. Si ajo natë kur nëna e saj e kishte parë drejt në sy dhe kishte dashur të thoshte diçka, por ishte ndalur. Jo tani, kishte thënë ajo atëherë. Elira ndjeu një therrje në zemër, po sikur kjo të ishte ajo gjë që nuk e tha kurrë, po sikur nëna e saj të kishte zbuluar diçka. Dhe ajo po e injoronte. Muzika e dasmës filloi të dëgjohej më fort nga poshtë. Koha po mbaronte. Ajo kishte 2 zgjedhje: të zbriste dhe të martohej me burrin që mendonte se njihte, ose të ndalonte gjithçka dhe të zbulonte të vërtetën. Por a kishte kohë? Apo ishte vërtet tepër vonë? Elira mbylli syt për një moment, dhe për herë të parë që nga mëngjesi, ajo nuk ndihej si një nuse. Ajo ndihej si dikush që po hynte në një kurth. Elira zbriti shkallët ngadalë, çdo hapi duke i më i rënd se i mëparshmi. Zhurma e dasmës e përplase në veshët e saj. Të qeshura, muzikë, gota që përplaseshin. Por për të gjithçka tingëllonte si e largët si në ujë. Letra në xhep i digjte si zjarr. Ajo ndaloi në mes të shkallëve dhe hodhi syt poshtë. Arditi qëndronte pranë hyrjes, i veshur perfekt, duke përshëndetur të ftuarit me buzëqeshjen e tij të zakonshme. Ai dukej normal, i dashur, i qetë, i njëjti njeri që ajo kishte dashur për 2 vite.
por tani diçka në të dukej ndryshe. Ajo e vështroi më gjatë se që duhej. Dhe për një moment të shkurtër, shumë të shkurtër, buzëqeshja e tij u zhduk. Sytë ju errësuan sikur kishte ndjerë shikimin e saj. Pastaj menjëherë buzëqeshi përsëri, si një maskë që vendoset në sekond. Një rëqethje i përshkoi trupin e lirës. Çfarë po ndodh me mua? Pëshpëriti ajo. Ja ku je? Kushërira e saj, Mira, i kapi dorën. Të gjithë po të presin. Je mahnitëse. Elira buzëqeshi dobët. Faleminderit. Por mendja e saj ishte diku tjetër. Mira, ajo ndaloi për një moment, a të ka thënë ndonjëherë Arditi diçka të çuditshme? Mira ngriti vetullat. Çfarë do të thuash? Nuk e di ndonjë gjë për të kaluarën e tij. Mira qeshi lehtë. Të gjithë kemi të kaluar, Elira. Mos fillo tani të mendosh gjëra të kota. Është dita jote. Elira heshti. Po ndoshta po egzageronte. Ndoshta ishte vetëm emocioni. Ndoshta. Por letra. Ajo nuk ishte ndoshta. Ajo ishte reale. Dhe ishte shkruar nga nëna e saj. Duhet të shkoj në dhomë për një minutë, tha Elira papritur. Çfarë? Tani. Po ceremonia fillon për 10 minuta. Vetëm 1 minutë. Të lutem. Papritur përgjigje, ajo u kthye dhe u ngjit përsëri lart. Zemra i rrihte fort. Ajo mbylli derën e dhomës dhe nxori letrën përsëri. E lexoi edhe një herë. Mos u marto me të. Asgjë tjetër. Asnjë shpjegim. Asnjë arsye. Vetëm një paralajmërim i ftohtë. Elira. Ajo ngriti kokën menjëherë. Zëri erdhi nga dera. Arditi. Ai hyri ngadalë duke mbyllur derën pas vetes. Po të kërkoja, tha ai me një buzëqeshje të lehtë. Të gjithë po të presin. Elira ndjeu stomakun t'i shtrëngohej. Thjesht më duhej një moment, tha ajo. Arditi u afrua më pranë. Sytë e tij u ndalën tek dora e saj. Tek letra. Çfarë është ajo? Pyeti ai, zëri i tij i qetë, por më i ulët se zakonisht. Elira hezitoi. Instinkti i tha ta fshehte, por diçka tjetër e shtyu të thoshte të vërtetën. Është nga nëna ime. Arditi ngriti vetullat lehtë. Nga nëna jote. Ajo pohoi me kokë. E gjeta sot në një libër të saj. Një heshtje e rëndë mbushi dhomën. Çfarë thot? Pyeti ai. Elira e shikoi drejt në sy. Dhe për një moment gjithçka u ndal. Thot. Mos u marto me të. Fjalët ranë si një bombë mes tyre. Arditi nuk lëvizi. As nuk foli. Por sytë e tij. Ata ndryshuan. Buzëqeshja u zhduk plotësisht. Dhe për herë të parë që nga momenti që e kishte njohur. Ai duke i ekspozuar. I kapur. E çuditshme, tha ai më në fund, duke kthyer kokën pak anash. Ndoshta ka qenë e sëmur e ngatëruar. Elira ndjeu zemërim të papritur. Mos fol kështu për të, tha ajo me një ton më të fortë se ç'kishte menduar. Arditi ngriti duart lehtë. Nuk po them asgjë të keqe. Thjesht nuk ka kuptim. Elira. Ai u afrua më shumë, shumë më afër se zakonisht. Shumë më afër. Më beso, tha ai ngadalë. Ti më njeh mua. Zëri i tij ishte i butë. Bindes. I rrezikshëm. Por tani ajo nuk ishte më aq e sigurt. Po, tha ajo ngadalë. Mendoja se të njihja. Një tension i padukshëm mbushi ajrin mes tyre. Arditi e vështroi për disa sekonda. Pastaj buzëqeshi sërish. Por kësaj here. Ajo buzëqeshje nuk arriti tek sytë e tij. Është dita jon, tha ai. Mos e shkatëro për një letër pa kuptim. Ai u kthye dhe u drejtua nga dera. Por para se të dilte ndaloi. Pa u kthyer nga ajo, tha. Disa gjëra është më mirë të mos i gërmosh. Dera u mbyll pas tij me një klikim të lehtë. Por për Elirën, ai tingull ishte si një paralajmërim. Një kërcënim i fshehur. Ajo qëndroi e palëvizur për disa sekonda. Pastaj diçka ndryshoi brenda saj. Frika u kthye në vendosmëri. Jo, pëshpëriti ajo. Nuk është tepër vonë. Ajo nxori telefonin dhe hapi një kontakt të vjetër. Një emër që nuk e kishte telefonuar prej kohësh. Ilir i shkoleg imamit. Nëna e saj i kishte besuar atij. Dhe nëse dikush dinte diçka, ishte ai. Gishtat i dridheshin ndërsa shtypte butonin e telefonatës. Zilja ra 1 herë, 2 herë, 3 herë. Përshëndetje. Një zë i lodhur u përgjigj. Ilir, jam Elira. Një heshtje e gjatë. E di kush je, tha ai më në fund. Zëri i tij ndryshoi menjëherë.
U bë serioz. I rënd. Pse po më telefonon pikërisht sot? Elira ndjeu një të ftohtë të thellë në trup. Çfarë do të thuash? Pyeti ajo. Iliri mori frymë thellë. Dhe pastaj tha diçka që I ndali zemrën. Sepse sot është dita që nëna jote kishte më shumë frikë. Heshtje. Elira nuk mund të fliste. Ilir, përshpëriti ajo. Çfarë dinte ajo për Arditin? Në anën tjetër të telefonit, u dëgjua vetëm frymëmarrja e rëndë e një burri që nuk donte të fliste. Por e dinte që duhej. Ku je tani? Pyeti ai më në fund. Në shtëpi po bëhem gati për. Mos u marto. Fjalët e tij ishin të prera, të ftohta, të njëjta si në letër. Dëgjoje nënën tënde. Zemra e Lirës po rrihte aq fort sa I dukej sikur do t'i dilte nga kraharori. Pse? Zëri I saj u thye. Çfarë ka bërë ai? Një pauzë gjatë. Pastaj, sepse Arditi nuk është ai që mendon ti. Elira, ai ka bërë diçka. Diçka që nuk duhet ta marrësh vesh shumë vonë. Telefonata u ndërpre. Elira qëndroi e ngrirë. Mendja e saj ishte në kaos. Por një gjë ishte e qartë. Kjo nuk ishte më një dyshim. Kjo ishte një paralajmërim I dytë. Dhe tani, ajo nuk mund ta injoronte më. Nga poshtë dikush thirri. Elira, është koha. Ajo ngriti syt drejt pasqyrës. Fustani I bardhë, nuk dukej më si një ëndër, dukej si një kurth I bukur. Dhe pyetja që I digjte mendjen ishte vetëm një. Çfarë kishte bërë Arditi? Elira qëndroi për disa sekonda pa lëvizur, telefoni ende në dorë. Fjalët e Ilirit jehonin në mendjen e saj si një këmban paralajmëruese që nuk pushonte. Mos u marto. Ai ka bërë diçka. Dhe mënyra si e kishte thënë, nuk ishte thjesht frikë, ishte diçka më e rëndë, diçka që fshihej prej kohësh. Nga poshtë muzika u rrit edhe më shumë. Të ftuarit po duar trokisnin. Dikush qeshi me zë të lartë. Bota vazhdonte normalisht, por për Elirën, gjithçka ishte thyer. Ajo mori frymë thellë dhe u drejtua nga dollapi I vjetër I nënës së saj. Ishte një nga ato mobilje që ajo nuk I kishte prekur kurrë që nga vdekja e saj. Dora I hezitoi për një moment mbi dorez. Nëse hap nuk ka kthim mbrapa, përshpëriti ajo. Por tashmë, nuk kishte më rrugë tjetër. Ajo e hapi. Era e lehtë e parfumit të nënës së saj u përhap menjëherë. Një aromë e njohur, e ngrohtë që tani dukej e trishtuar. Brenda kishte rroba të palosura me kujdes, disa kuti të vogla dhe në fund një dosje errët. Jo diçka që do ta mbante zakonisht një nën mes rrobave. Elira e mori. Zemra I rrihte fort ndërsa e hapi. Brenda kishte disa dokumente, fotografi dhe një zarf tjetër. Këtë herë mbi të ishte shkruar: për Elirën nëse diçka më ndodh. Fryma ju ndal. Ajo e hapi menjëherë. Letra brenda ishte më e gjatë. Shkrimi I nënës së saj dukej më I nxituar, më I rënd. Elira filloi të lexoj. Elira ime, nëse po lexon këtë, do të thotë që nuk kam arritur të them të vërtetën në kohë. Dhe për këtë më fal. Arditi nuk është ai që duket. E di që e do, dhe kjo është ajo që më trem më shumë. Sepse edhe unë në fillim mendova se ishte njeri I mirë, por pastaj fillova të shoh gjëra që nuk përputheshin. Ai më ka gënjur, dhe nuk ishte vetëm një herë. 3 javë më parë, pash diçka që nuk duhet ta kisha parë, dhe që nga ajo ditë jam ndjerë sikur dikush po më ndjek. Elira, ai është I rrezikshëm. Nëse nuk jam më, mos u marto me të. Mos I beso. Dhe mbi të gjitha mos e lër të kuptoj që ti e di, sepse në momentin që ai kupton është tepër vonë. Letra ra nga duart e Elirës. Syti ishin mbushur me lot, por këtë herë nuk ishin vetëm nga dhimbja, ishin nga frika. E vërteta po fillonte të formohej, dhe ishte më e errët se çdo gjë që kishte imagjinuar. Ajo shtrëngoi dosjen dhe filloi të shfletoi dokumentet brenda. Fotografia e parë e bëri të ngrinte frymën. Ishte Arditi, por më I ri, dhe nuk ishte vetëm. Pranë tij ishte një grua tjetër, një grua që Elira nuk e kishte parë kurrë, por ajo që e tronditi më shumë ishte fakti që fotografia dukej si një dasmë. Ajo ndjeu një therrje në stomak. Jo, kjo s'ka kuptim. Ajo mori një dokument tjetër, një kopje e një raporti policie. Syti lëviznin me shpejtësi mbi fjalët. Personi zhdukur. Emri I gruas në foto. Data 2 vite më parë. Data përkonte pikërisht me kohën kur Arditi kishte hyrë në jetën e saj.
Një ndjesje ftohtë e përshkoi trupin. Jo, jo. Elira filloi të marrë frymë me vështirësi. Kjo nuk ishte rastësi. Kjo nuk ishte një keqkuptim. Kjo ishte diçka shumë më e madhe. Një vërtet që Arditi e kishte fshehur me kujdes. Dhe nëna e saj e kishte zbuluar. Një tingull i lehtë u dëgjua nga pas derës. Hapa. Elira ngriti kokën me njëherë. Dikush ishte aty. Ajo mblodhi dokumentet me shpejtësi dhe i futi përsëri në dosje. Dera u hap ngadalë. Arditi qëndronte aty, por këtë herë, ai nuk buzëqeshte. Sytë e tij ishin të errët, të ftohtë dhe të dyshimt. Çfarë po bën? Pyeti ai ngadalë. Zëri i tij nuk ishte më asnjë ngrohtësi. Elira ndjeu zemrën t'i ndalonte për një moment, por ajo e mbajti veten. Asgjë, po kërkoja diçka të mamit. Arditi nuk foli. Sytë e tij lëvizën drejt dollapit të hapur, pastaj drejt duarve të saj. Ai bëri një hap përpara. Çfarë gjete? Elira u përpoq të buzëqeshte. Thjesht disa kujtime. Heshtje. Një heshtje e gjatë, e rëndë. Pastaj Arditi mbylli derën pas vetes. Ngadalë. Klik. Tingulli i kyçjes së derës u dëgjua qartë. Shumë qartë. Zemra e Elirës filloi të rrihte më fort. Shumë më fort. E di, tha ai më në fund. Elira ngriti sy. Çfarë di? Arditi e vështroi drejt në sy. Dhe për herë të parë, ai nuk u përpoq të fshehë asgjë. Asgjë fare. E di që ke gjetur diçka. Ai hodhi një hap tjetër përpara. Pyetja është, zëri i tij u bë më i ulët, më i errët. Sa di saktësisht. Elira ndjeu gjakun t'i ftohej. Instinkti i bërtiste të ikte, të vraponte, të shpëtonte. Por dera ishte pas tij. Dhe ai nuk dukej më si njeriu që ajo kishte dashur. Ai dukej si dikush tjetër. Dikush që ajo nuk e njihte fare. Dhe tani, ajo ishte vetëm në një dhomë me të. Me një burr që mund të kishte fshehur një sekret të tmerrshëm. Dhe ndoshta, nuk kishte ndërmend ta linte të dilte gjallë. Ajri në dhomë ishte bërë i rënd. Aq i rënd sa Elira ndjente sikur po i merrej fryma. Arditi qëndronte përballë saj. Jo më si burri që ajo kishte dashur, por si dikush tjetër, dikush i rrezikshëm. Sa di? Pyeti ai sërish, këtë herë më ngadalë. Elira ndjeu frikën t'i ngjitej në fyt, por njëkohësisht diçka tjetër u ndez brenda saj. Instinkti për të mbijetuar. Nuk di asgjë, tha ajo, duke u përpjekur të mbajë zërin të qëndrueshëm. Thjesht disa letra të mamit. Arditi nuk reagoi menjëherë. Ai e vështroi. Thellë. Sikur po përpiqej të lexonte çdo mendim të saj. Pastaj buzëqeshi lehtë, por ajo buzëqeshje ishte ndryshe. Ishte e ftohtë. E di që po gënjen, tha ai qetë. Elira ndjeu një hapësirë të ftohtë në stomak. Ai bëri edhe një hap përpara. Tani ishte shumë afër. Shumë. E di që ke parë diçka, vazhdoi ai. Sepse përndryshe nuk do të më shikoje kështu. Heshtje. Një heshtje që zgjati disa sekonda, por që për Elirën u duk si një përjetësi. Pastaj ajo mori një vendim. Një vendim që mund t'i shpëtonte jetën ose ta shkatëronte. Po, tha ajo më në fund. Arditi ngriti pak kokën. Kam parë diçka. Sytë e tij u ngushtuan. Çfarë? Elira ndjeu zemrën t'i rrihte fort, por nuk u tërhoq. Një foto, tha ajo. Një grua. Një dasmë. Një ndryshim i vogël ndodhi në fytyrën e tij. Shumë i vogël, por i mjaftueshëm. Dhe pyeti ai. Dhe një raport policie, vazhdoi ajo. Ajo grua është zhdukur. Heshtje. Këtë herë më e rëndë. Më e errët. Arditi nuk u përpoq më të buzëqeshte. Ai nuk u përpoq më të luante rolin. Ai thjesht e pa. Dhe pastaj, qeshi lehtë. Një qeshur e ulët. E frikshme. Nëna jote nuk duhet të përzihej, tha ai. Fjalët ranë si një goditje. Zemra e Elirës u ndal për një moment. Çfarë do të thuash, pëshpëriti ajo. Arditi mori frymë thellë. Sikur më në fund ishte lodhur duke fshehur gjithçka. Ajo ishte shumë kureshtare, tha ai. Filloi të më ndiqte, të bënte pyetje, të kërkonte përgjigje. Ai bëri një hap tjetër. Elira, disa njerëz nuk din kur të ndalen. Sytë e saj u mbushën me lot. Ti çfarë i ke bërë asaj? Arditi nuk u përgjigj menjëherë, por heshtja e tij ishte përgjigja.
Një ndjesje ftohtë e përshkoi trupin e saj. Jo, përshpëriti ajo. Jo, nuk mundesh. Unë nuk doja, tha ai papritur, por ajo po afrohej shumë. Zëri i tij ishte i qetë, sikur po fliste për diçka të zakonshme. Dhe kjo ishte gjëja më e tmerrshme. Lotët filluan t'i rridnin pa kontroll. Ti e ke vrarë, tha ajo me zë të thyer. Arditi nuk e mohoi. Ai thjesht e pa. Dhe kjo mjaftoi. Një brit me mbytur doli nga goja e Lirës. Ajo bëri një hap mbrapa. Pastaj një tjetër. Duhej të ikte. Tani, me një herë. Por Arditi e pa. Dhe reagoi. Shpejt. Ai u hodh përpara dhe i kapi dorën fort. Ku mendon se po shkon, tha ai me një zë të ashpër. Elira u përpoq të çlirohej. Lëre, lëre. Por kapja e tij ishte e fortë. Shumë e fortë. Ti di shumë, tha ai. Dhe kjo është problem. Paniku e pushtoi. Sytë e saj kërkuan diçka, çdo gjë. Dhe pastaj, ajo e pa. Një vazo e rënd mbi komodin. Pa menduar dy herë, ajo e kapi me dorën tjetër. Dhe e goditi. Fort. Në kokë. Një tingull i rënd u dëgjua. Arditi u lëshua me një herë. Trupi i tij u përkul dhe ra në tokë. Heshtje. Vetëm frymarrja e shpejtë e Lirës mbushi dhomën. Ajo qëndroi aty për disa sekonda duke parë trupin e tij të palëvizshëm. Nuk desha, përshpëriti ajo, por nuk kishte kohë. Ajo mori dosjen, telefonin, dhe vrapoi. Zbriti shkallët pa ndalur. Të ftuarit e pan të hutuar. Elira, çfarë po ndodh? Por ajo nuk u ndal. Ajo doli jashtë. Ajri i freskët e goditi në fytyrë. Dhe për herë të parë, ajo ndjeu se mund të merrte frymë. Ajo thiri policin me duar që i dridheshin. Ju lutem ndihmë, ai ka vrarë. Fjalët mezi dilnin, por mjaftuan. Epilog. Disa muaj më vonë, Elira qëndronte pranë varrit të nënës së saj. Qielli ishte gri. Era e lehtë. Ajo vendosi një lule mbi gur dhe mori frymë thellë. Ti kishe të drejtë, përshpëriti ajo. Sikur të kisha dëgjuar më herët. Lotët i rëshitën në faqe. Por këtë herë, nuk ishin vetëm nga dhimbja, ishin edhe nga mirënjohja, sepse pavarësisht gjithçkaje, nëna e saj e kishte shpëtuar. Edhe pas vdekjes, Elira nxori letrën nga xhepi, e njëjta letër, e palosur, e thjesht, mos u marto me të. Ajo buzëqeshi lehtë mes lotësh. E dëgjova në fund. Era e mori letrën lehtë nga dora e saj, dhe për një moment, ajo nuk u përpoq ta ndalonte. E la të ikte, si një paralajmërim që kishte bërë punën e tij, si një zë që nuk do të harrohej kurrë. Elira u kthye dhe u largua ngadalë, duke lënë pas të kaluarën, dhe duke marrë me vete vetëm një të vërtetë. Ndonjëherë dashuria më e madhe është ajo që të paralajmëron të ikësh.